Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Mjekët më thanë se kam 6 muaj jetë, në qershor do të vdes. Mjekët më thanë pa ngritur zërin, pa dram, pa ndalur frymën. 6 muaj, në qershor është fundi yt. Nuk qava, nuk bërtita, nuk reagova siç e kisha imagjinuar gjithmonë se si do të reagoja, po të dëgjoja një fjali të tillë. Thjesht qëndrova aty, ulur, duke parë një pikë të bardhë në mur, sikur truri im të kishte nevojë për diçka të thjeshtë për t'u kapur. Në atë moment e kuptova se jeta ime ishte ndarë në 2 pjesë, para kësaj fjalie dhe pas saj. Kur dola nga spitali, bota ishte e njëjtë. Njerëzit qeshnin, pin kafe, flisnin për plane, për pushime, për gjëra që do të ndodhnin muaj më vonë. Unë ecja mes tyre duke ditur se koha ime kishte një datë skadence. Isha e gjallë, por ndihesha sikur po shikoja jetën nga jashtë, si një film ku nuk isha më personazhi kryesor. Çdo gjë më dukej e përkohshme, edhe dielli, edhe ajri, edhe unë vetë. Nuk i thash askujt, jo sepse kisha frikë, por sepse nuk doja të shndërrohesha në atë vajzën që po vdes. Doja të mbetesha njëri dhe jo lajm i keq. Netët faktikisht janë armiku më i madh. Gjatë ditës mund të shtirem, mund të ec, të flas, të qesh, por natën kur gjithçka hesht, mendimet më vijnë si val. Mendoj për gjithçka që nuk kam thënë, për njerëzit që i kam larguar, për gjërat që i kam shtyr gjithmonë për një ditë tjetër. Tani nuk kam më ditë tjetër, ka vetëm sot dhe nesër, dhe disa ditë të numëruara që po shkurtohen pa më pyetur. Ka net kur jam e qetë, ka net kur frika më shtrëngon kraharorin aq fort sa më duket sikur po mbytem. Jo nga vdekja, por nga ideja se mund të largohem pa u kuptuar kurrë plotësisht. Kur e kuptojnë që koha po mbaron, gjithçka bëhet më e qartë. Njerëzit që më parë më lodhnin tani më duken të parëndësishëm. Problemet që më stresonin duken qesharake. Ndërsa gjërat që i kam anashkaluar gjithë jetën dalin në sipërfaqe. Dashuria, pendesa, falja. Fillova të them jo pa u ndjerë fajtore. Fillova të them të vërtetën pa e zbukuruar, sepse kur nuk ke më kohë, nuk ke as arsye të shtiresh. E kuptova se kam jetuar shumë për të tjerët dhe shumë pak për veten, dhe kjo ndoshta është dhimbja më e madhe nga të gjitha. Kur ua thash familjarëve, pash diçka që nuk do ta harroj kurrë. Jo vetëm dhimbja, por edhe pendes për kohën e humbur, për bisedat që nuk u bën kurrë, për dashurinë që u mendua si e vetë kuptueshme. Ata më shikonin sikur po humnin që tani, ndërsa unë isha ende aty, merja frymë dhe doja të jetoja. E kuptova se e padrejtë është të trajtohesh si i humbur kur je ende i gjallë. Ka diçka që nuk ta thon për vdekjen. Ajo të jep një lloj lirie. Nuk kam frikë nga gjykimi, nuk kam frikë nga dështimi, nuk kam frikë të mos jem mjaftueshëm, sepse në fund ditës çfarë kam për të humbur? Çdo ditë që zgjohem është një dhuratë që nuk e kam marrë si të mirë qenë. Edhe ditët e vështira kanë vlerë, edhe dhimbja edhe lotët. Nuk e di nëse në qershor do t'jem gati, nuk e di nëse dikush është ndonjëherë gati, por di një gjë. Mjekët më kanë dhënë 6 muaj jetë, dhe këta muaj më mësuan si të jetoj. Nëse ti po e dëgjon këtë rrëfim dhe mendon se ke kohë, mos prit, sepse koha nuk pyet kurrë nëse je gati.